Hetimi ka filluar mbi bazën e informacioneve të ardhura nga autoritetet finlandeze. Nga ana jonë është vlerësuar ky informacion dhe në qershor të vitit 2023 është regjistruar dhe procedimi penal. Në lidhje me vepra penale të kryera në kuadër të krimit organizuar, në kuadër në fushën e narkotikëve, për trafik, prodhim, shitje, shpërndarje, magazinim, fakte të cilat ishin konstatuar në Finland. Bashkëpunimi u shtri më tej dhe në fund të muajit nëntor të vitit 2023 u arrit të krijojë dhe skuadra përbashkët hetimore. Realisht hetimi deri më sot ka qenë krejt i fshet, jo i hapur. Menjëherë pas krijimit të skuadrës përbashkët hetimore, nga ana e prokurorisë posaçme, hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit dhe hetuesit e oficerët e policisë gjyqësore dhe drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, drejtorisë së krimit organizuar dhe drejtorisë së forcave operacionale kanë vazhduar pa ndërprerje veprimet hetimore. Janë përdorur metoda pa ndërprerje, metoda speciale të hetimit, duke filluar nga përgjimet dhe gjithashtu është në vazhdimsi veprimtaria e personave, duke qenë se veprimtaria e personave të implikuar në këto vepra penale vazhdonte në Finland edhe pas krijimit të skuadrës hetimore, nga rezultatet e përgjimeve të përfituara në Shqipëri, janë shkëmbyer në vazhdimsi informacione ndërmjet nesh dhe autoriteteve finlandeze. Gjë që ka sjellë si pasojë dhe zbulimin dhe kapje të sasive të tjera lëndësh narkotike edhe gjatë vitit 2024. Shkëmbimi i informacionit me autoritetet finlandeze ka qenë edhe i pandërprerje, pothuajse për ditë, komunikimet e hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit, dhe në përfundim të këtyre veprimeve u arrit dhe përcaktimi i ditës së aksionit, se kur do të bëhej goditja. Dhe kjo është në marrëveshje të përbashkët me përfaqësuesit e autoriteteve finlandeze. Nga ana e prokurorisë posaçme, gjatë muajit maj është dërguar kërkesa për caktim mase sigurimi për 11 persona dhe nga gjykata e posaçme e shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me vendimin numër 52 datë 2/6/2025 është pranuar kërkesa e prokurorisë posaçme duke u caktuar masa e sigurisë për 11 personat, arrest në burg, parashikuar nga neni 238 i Kodit Procedurës Penale. Menjëherë, nga ana jonë janë nxjerrë prokurorët e posaçëm, janë nxjerrë urdhrat e ekzekutimit, duke ngarkuar me zbatimin e tyre hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit dhe oficerët e policisë gjyqësore të drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit. Ora dhe data e aksionit janë biseduar gjëre gjatë dhe u caktua që aksionin të kryer në orët e para të mëngjesit të datës së sotme, në dakordsi edhe të autoriteteve finlandeze, pasi në këtë aksion kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të policisë finlandeze. Si rezultat i veprimeve të shpejta, u bë mundur zbatimi i masës sigurimit deri më tani i 9 personave.
dhe po vazhdon puna për të bërë të mundur dhe arrestimin e 2 personave të tjerë. Gjatë zbatimit masave të sigurimit nga oficerët e policisë gjyqësore dhe hetues të byros kombëtare të hetimit, është bërë mundur sekuestrimi i disa automjeteve, konkretisht 8 automjeteve, telefona celular dhe shumë dokumentave ku një pjesë e konsiderueshme e tyre konsiderohet me vlerë për hetimin, pasi janë dokumenta në gjuhën finlandeze dhe ka të dhëna në lidhje me aktivitetin kriminal të vetë personave. Pas kësaj, bashkëpunimi jonë me autoritetet finlandeze do vazhdoj. Hetimet tani janë të hapura ndaj personave në hetim. Dhe ky hetim i jonin, meqense do vazhdoj me hetimet të hapura, do vazhdoj dhe hetimi pasuror, krahas për të gjithë personat e identifikuar. Detajet në lidhje me aksionin mund t'ju japin profesuesit e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë në terren, se ne punonim nga zyrat. Faleminderit. Ja kaloj fjalën zotit Rizal. Pas the floor to Mr. Rizal.
paqartësive